Fenomeni Shkodran Luiz Eli ka rrëmbyer sërish vëmendjen e rrjeteve sociale me një postim tërësisht të veçantë dhe të ëmbël, ku protagoniste është vajza e tij e vogël dhe e shumë dashur nga publiku, Luna Mari. Në një foto të publikuar në Instagram, Luizi shfaqet pranë një motori të policisë rrugore, teksa vogëlushja qëndron mbi motor me një shikim të pafajshëm dhe kureshtar, ndërsa babai i saj qëndron pranë me një buzëqeshje të madhe krenarie e dashurie. Në sfond duken edhe efektivët e policisë rrugore, të cilët duket se e kanë pritur me shumë dashamirësi këtë moment të bukur dhe të pazakonë. Ky imazh ka shpërndar një ndjesi ngrohtësie dhe pozitiviteti të ndjekësit, të cilët kanë vërshuar me komente plot dashuri për Lunën dhe Luizit si baba. E veshur me një bluzë të bardhë me ngjyra fëmijërore, Luna Mari dukej sikur po jetonte një aventurë të vogël mbi motorin e policisë, duke i dhuruar një tjetër kujtim të bukur babait të saj që nuk e lë asnjëherë vetëm. Luizi, nga ana tjetër, edhe një herë tregoi se përveç talentit të tij artistik, është një baba që e shijon çdo moment pranë vajzës së tij dhe ditën ndaloi kohën për të ndarë çaste të veçanta me të. Ky moment i thjesht, por shumë domethënës, ka sjell edhe një herë në vëmendje anën njerëzore dhe familjare të Luiz Elit, një njeri që pas suksesit të madh që ka arritur në muzikë dhe televizion, nuk ka harruar asnjëherë të qëndrojë pranë familjes dhe të jetë i përkushtuar ndaj rolit të tij si bashkëshort dhe baba. Prania e tij publike me Lunën gjithmonë shkakton reagime të ngrohta dhe pozitive, duke i bërë të gjithë ndjekësit të ndihen më pranë tyre, si një familje e madhe që ndan dashuri dhe gëzim përmes rrjeteve sociale. Ky postim i fundit është vetëm një nga shumë dëshmi që tregojnë se sa i lidhur dhe i përkushtuar është Luizi me vajzën e tij. Megjithëse, për Lunën e vogël ky do të jetë një nga kujtimet që do të mbartë në albumin e parë të fëmijërisë, ndërsa për ndjekësit është një tjetër dëshmi e sinqertë e një dashurie të madhe babë-bij. Dhe është e sigurt që me këtë ritëm, Luna Mari do të rritet mes përkujdesjes, dashurisë dhe gëzimit të prindërve të saj, që e kanë kthyer jetën familjare në një burim frymëzimi edhe për të tjerët.